Përshëndetje miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani fokusohemi tek pyetja. Çfarë do që të thotë në këtë moment, që ne po hapim letra tarot, që jemi në këtë energji, personi i zemrës tuaj ju. Pra çfarë do të thotë në këtë moment? Pra në këtë moment që ne po shikojmë energjinë e tarotëve. Çfarë do të thotë personi i zemrës ju në këtë moment? Çfarë do që të thotë? Personi i zemrës ju në këtë moment do t'ju thotë: ju jeni femra e tij e ëndrave. Jeni ylli i tij polar në univers, që i ndriçoni, i shkëlqeni jetën e tij, rrugën drejt perspektivave të shkëlqyera të jetës. Do t'ju thotë që do t'ju hypi këtij kali shumë shpejt, me këtë mantel shprese, në këtë kal paqe, për të ardhur t'ju sjellë këtë kuror me dakina. Është një biznesmen i fortë, që prej tani e ti të vinë, të bushen, me mall, me bollok, dhe ty të thotë që ti për të je perandorja e kësaj karoce, një femër e realizuar, dhe pse është lënduar fort, ka marrë lëndime, ky të sjell këtë lajm shumë të mirë, dashuria. Keni pasur në të shkuarën probleme pak toksike, me energji pak negative. Është i menduar, e ka hequr fashën, e ka larguar këto, dhe vjen drejt ju shumë shpejt, për të stabilizuar këtë energji, sepse ky person është shumë i dashuruar me ju. Ka një pasion, një energji të fortë shpirtërore, është njëri që është shumë i drejtë dhe shumë i dashuruar me ju. Dhe pse ka pas probleme në kullën e tij, në familjen e tij, ky shumë shpejt sjell këtë lajm të bekasishëm, të papritur, që do ju transformoj jetën tuaj në mënyrë pozitive. Me kë rezonon kjo energji? Pra, me gërmën G, Q, G, një, gërmën G, gërmën Sh, gërmën M, H, gërmën V, Y, R, A, F, V, Ž, P, C, M, dhe gërmën T. Faleminderit shumë, më falni. Jaroj gjithmonë shenjat e horoskopit. Dhe shenjat e horoskopit: Dashi, Binjakët, Peshqit, Peshoren, Dritsjapi, Ujori, Akrepi, Digjoresha dhe Gaforia. Faleminderit shumë miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.